Do të tregojmë për një rast që është shumë kompleks, për shumë arsye. Do ta fillojmë me këtë. Është një urë me 5 element mbi mua, por pa strukturë. Është direkt me cilindrat. Në këtë rast kemi një xhogo të vogël, edhe do shkojmë ta shikojmë që ku pengon që ta rregullojmë, sepse ura duhet të jetë pasive, pa xhogo. Siç e pam, defektin e rregullum. Një nga punët më të vështira që mund të ketë edhe një mjek, edhe një laborant. Punojmë mbi kulte, punojmë mbi implante, ura, teke, tyshe, gjitha. Po më e vështira në këtë mes është menaxhimi i indeve të buta nga ana e mjekut. Në këtë rast kemi një urë mbi kulte 11-23 dhe 12-16 ke urë. Zakonisht është gjithmonë ky trekënd qizi këtu që formohet, që e bën shumë të vështirë, por doktor Restedi e ka menaxhuar më së miri, duke bërë provizor, duke kondicionuar gingivat dhe duke arrit këtë lloj rezultati. Po ta shikosh, këtu duken gjithë sikur janë në dhëmbë natyral. Do të tregoj pak edhe profilet. Shikoni pak profilet e këtyre. Njëjta gjë është molari. Këtu ne kemi ngacmuar që të kishin akses, por normalisht këtu janë gjithë papilat e formuara. E njëjta gjë është edhe te poshtme. Urë frontale, ku të shkojmë të imitojmë gingivën të poshtë, urë tyshe, tek mbi implant, gjithmonë menaxhimi i indeve të buta. Njëjta gjë edhe me urën treshe, ngjipunimet me vidosje, profilet e emergjencës. Për të bërë një punë të tillë do një përkushtim shumë të madh. Po ta shikosh, mjeku ka marrë masa mbi kulte veç, edhe masa mbi implante veç. Pastaj në Exocat kemi bërë meshin dhe janë arrit që ti modelosh në një model të vetëm. Kur kemi çuar provën plastike, na ka marrë masën e pozicionit dhe e kemi pozicionuar gjitha në të pikë, ku mund të kemi mundësi që të kontrollojmë edhe pikat e kontaktit, që janë shumë të rëndësishme edhe për ne edhe për mjekun.